Tensionet dhe përplasja janë shënuar këtë të hënë gjatë protestës së organizuar nga Drejti Klapaj pranë kryeministrisë. Protestuesit janë përplasur me gordonin e policisë teksa kanë tentuar të thyen gardhin metalik të vendosur nga forcat e rendit në fillim të trotuarit përpara institucionit. Mbështetësit e Lapajt kanë kundërshtuar ndërhyrjen e policisë duke pretenduar se ndodheshin jashtë perimetrit të rrethuar dhe se veprimet e tyre ishin të pajustifikuar. Përplasjet mes protestuesve dhe policisë kanë vijuar dhe më pas duke krijuar tension në zonat përreth kryeministrisë. Shkaki për shkallëzimit të situatës është përvendosja e gardit metalik në cilën policia ka larguar Lapajn dhe protestuesit nga hapësira ku ato kanë qëndruar prej disa ditësh në formë proteste. Në pamjet video të publikuar nga Drejti Klapaj dëgjohet duke akuzuar policinë për dhunë ndaj një protestuesi ndërsa është kërkuar dhe ndërhyrja e ambulancës. Këto ishin mjetet e krimit ton, ja urdhë karriget i thyen, këto i thyen karriget, këtu me mua, këtu. Ja bombat molotov, ja bombat që kanë sjellë qytetarët, këto janë molotovët ton, ndërsa këto janë raketat tona, raketat që do sulmonim kryeministrinë e Leshit, të preshit të këtij shkërdatës. Këto janë mjetet tona, ja këto janë. Këto janë. Këto janë. Këto janë, ja, shikojni tanket. Ja tanket tona. Tanket tona. Tanket tona, ja, shikojni. Helmet që do mbysin e Tiranën. Kjo është Republika e Vjetër e Tiranës. Sipas autoriteteve, gardi metalik është vendosur në kuadër të masave të shtuara të sigurisë, pasi në orën 18 është paralajmëruar zhvillimi një tjetër proteste, ajo organizuar nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha në sheshin para kryeministrisë. Situata në zonë mbetet e tensionuar, ndërsa policia vijon monitorimin për të shmangur incidente të tjera.